Gzim punë mbar. Mbarpaq. Sot jemi 2 tetor 2025. Ku ndodhemi këtu? Në fshatin Bujës. Këte ke miell gjithë me spec, ë? Po, gjithë. Sa sipërfaqe miell me serë? Unë sera kam totalisht 19 dëlym me certifikat. Ke aplikuar edhe për... Po, kam apliku për subvencionimet akoma nuk e. Ore, kemi një shqetësim. Disa media të caktuar kanë publikuar dje. Sot dhe një ish ministër që ka zonë gjumi thotë që në Jagodin, mi fjalë në zonën e fushës Elbasanit është një spec i kuq djegës. Si është e vërteta? Se ti je një nga kryesorët. E vërteta është shumë e thjeshtë. Vinë ta verifikojnë zonën tonë, jo spec djegës, po nuk ka të kuq më. Aq pengeska, nuk ka fare, s'bët fjalë. Gjithë fushën tonë, çfarë është Elbasanit? Nuk ka shans. Ju kryesisht mi fjalë përdorni mbrojtjen biologjike, po edhe produktet Ja ku e ke live. E mbrojtjes bimëve respektoni karencën. Karencët vinë t'i bëjnë analizat. Kur unë ta vjel me numër NIP ti e ka me gjitha, është shumë e thjeshtë me bë atë punë, po nuk arrin dot me shit. Mi fjalë, kjo është dhe një realitet që ju bëni dhe thirrje institucione shtetërore që portale të ndryshme apo njerëz të caktuar pa i verifikuar që bëjnë të disinformim edhe për konsumatorët vendas dhe për eksportin. Kemi dhe 2-3 pika grumullimi dhe na ka njoftuar gjithë si fermerë. Mos vini pas batuar karencën. Dhe kanë lajmëruar gjithë fermerët dhe janë bërë një grup, po mos pas